Mo vjen keq që Gjergj Lucën ta quaj biznesmen, sa ai nuk është biznesmen, ai është thjesht një klient i qeverisë. Ai zotëria para një 2 javësh në një video ku kundërshtonte protestën, kishte nxjerrë një djalosh 12 vjeçar edhe na mësonte ne se si duhet punoj. Kjo është mos paku e turpshme e në një shtet normal do ishte kriminale. Bravo! Ai do duhet ishte marrë në hetim që punëson kalamaj 12 vjeçar në punë, është e tmerrshme. Sigur mos mjaftonte kjo, duke qenë klient i kësaj qeverie, ati janë dhënë godinat shtetit shqiptar me 0 lek. Turp! E sigur as kjo të mos mjaftonte, ai ka punësuar e mban peng me pagë minimale qindra mijëra gra të fshatrave shqiptare, të cilat nuk kanë më mundësi të punojnë në vende tjera. Ato janë detyruara të punojnë ose më saktë të jenë bujkrope të Gjergj Lucës. Në një Shqipëri tre, në një Shqipëri tjetër, nuk do të ketë më vend për bujkrop si Gjergj Luca. Bravo! E pikërisht për këtë arsye, ai ka filluar të përplas këmbët e të hap gojën. Ne në fakt na bëjnë krenar kur gjojmë që njerëz si Gjergj Luca flasin kundër protestës. Kjo tregon se jemi në rrugën e dur. E ajo që kanë kuptuar Gjergj Luca me shok, është se kjo protest nuk është vetëm kundër Edi Ramës, është kundër këtij modeli politiko-ekonomik. E kur ne themi Rama jep e dorëheqjen, kemi parasysh edhe Gjergj Lucën e sojën e vet. Diçka tjetër që dua të them është se përsëri mbrëm në njërin prej televizioneve të mbrëmjes, ishte thënë nga njëri prej analistëve që goditja me vezë i cënon dinjitetin deputetit. Po fillimisht ato deputet duhet të kenë dinjitet, ata nuk kanë. Jo vetëm ato deputet, pas analistin fjalë, konspiracionist, nuk ka dignitet. Edhe po, edhe ky e di se në Shqipërinë e re nuk do të ketë vend më as për këtë. Ju keni dhënë një leksion qytetarie, demokracie e digniteti. Faleminderit gjithëve. Erdhi momenti të zbukurojmë Tiranën. Mos harroni ju lutem lidhni vlerat. Dhe mos harroni që ne jemi në 38 ditë maraton dhe nuk dorëzohemi derisa të ikin vlerat. Fillojmë marshimin dhe kujdes mos pengojni në cepat e kokës së Taulan Ballës.